Këtu në vendin e quajtur Palnatasit. Tu ka pas një rrëshqitje masiv gur dhe inertesh, gjatë që ka pat pa mujtun lëvizjen e banorëve të zonës me automjete. Nuk është e vetmja pikë, janë dhe pika tjera nga njësia administrative Pul deri në zonën e ndërlysës. Konkretisht kjo është pika e 6 të bllokimit. Është bën një ndërhyrje nga Bashkia Shkodër dhe emergjenca civile kombëtare. Në dispozicion kësaj ndërhyrjes janë vend 2 eskavatorat Bashkisë Shkodër dhe një fadron nga emergjenca civile kombëtare. Po punohet që në mjes, bashkëpunim edhe me banorët e zonës dhe kam besimin e plot deri në darkë do të jetë komplet aksi i aksesueshëm. Bëjnë një thirrje banorëve të zonës që të evitojnë çdo lëvizje të panevojshme. Kjo rrugë në këto kushte atmosferike përmban një rrezik vazhdueshëm rrëshqitjesh gur dhe inerte. Ju falenderoj shumë për durimin edhe për bashkëpunimin.